Nga 2 maj i vitit 2025, institucioni publik Parku Kombëtar Mali Shar do të filloj sistemin për pagesën e hyrjes së automjeteve në teritorin e parkut, duke dërguar një SMS porosi ose duke skanuar kodin QR. Duhet të paguajnë të gjithë vizitorët që drejtojnë automjete në rrugët e lejuara nëpër park, ndërsa janë të liruar nga pagesa banorët e fshatrave, pronarët e pronave private, si dhe personat juridik të regjistruar në teritorin e Parkut Kombëtar Mali Shar. Duke dërguar një SMS porosi për hyrjen e automjetit, ju kontribuoni drejt për drejt në mbrojtjen e natyrës së Malit Shar dhe ndihmoni në ruajtjen e këtij thesari unik natyror për brezat e ardhshëm. Përpjekjet strategjike të Parkut Kombëtar Mali Shar synojnë të sigurojnë që vizitorët që nuk lënë gjurmë ekologjike të mos paguajnë për hyrjen në Parkun Kombëtar, thuhet në njoftimin e sotëm për shtyp nga Parku Kombëtar Mali Shar. Qytetarët mund të paguajnë duke dërguar një SMS porosi nga telefoni i tyre me kategorinë e automjetit dhe numrin e regjistrimit në numrin e telefonit 144 555 ose duke skanuar kodin QR, të zgjedhin kategorinë e automjetit dhe të fusin të dhënat. Për motocikletat dhe makinat, tarifa është 150 denar, ndërsa 250 denar për furgon dhe minibus deri në 20 vende. Autobuset dhe automjetet e rënda të mallrave do të duhet të paguajnë nga 450 denar.